Mirë se vini në video trajnimin e Alpha Soft Solutions për burimet njerëzore të pagat. Tani pasi që i kemi konfiguruar të gjithë punëtorët, pagat e tyre si dhe e kemi konfiguruar politikat e kompanisë, jemi të gatshëm të krijojmë ose të realizojmë pagat e punëtorëve. Shkojmë tek forma e gjithë punëtorëve. Për këtu mund t'i analizojmë edhe një herë të hyrat e secilit punëtor. Përsa për të realizuar pagat, shkojmë tek pagat. Tani nëse provojmë të realizojmë pagat, të themi përndor, të vitit 2012, dhe klikojmë në fillo realizimin, do e marrim këtë mesazh që na tregon që disa njëra apo më tepër prej akontave të kompanisë nuk është lidhur me akont bankare të punëtorëve. Klikojmë në rregull për ta përcaktuar rrjedhjen e paras, shkojmë tek rrjedhja e parave, dhe kjo bëhet për të përcaktuar se nga cila llogari bankare e kompanisë do të rrjedhin parat për të llogaria bankare e punëtorit. Siç e shihni këtu, shumica prej bankave të punëtorit janë të lidhura për bankën për biznes, që do të thotë që të gjithë këta punëtorë të cilët janë në këto banka do të lidhen, do të marrin parat nga banka për biznes, ose paga e tyre do të gjenerohet nga banka për biznes. Tani, mesazhin e morëm për shkak që njëra prej këtyre bankave nuk është i lidhur me akontën bankare të kompanisë. Dhe nëse shikojmë listën, atëherë do e shohim që këtu nuk e kemi bankën në LB, ndërsa në këtë menu e kemi bankën në LB. Atëherë selektojmë bankën, cila do themi që personat në LB do të paguhen nga një akont tjetër bankare, dhe ajo akonta e dytë e bankës ekonomike. Që e shtojmë rrjedhën, dhe tani do e kemi këtu edhe në LB që do të paguhen nga banka ekonomike. E mbyllim këtë formë, dhe tani jemi të gatshëm që të fillojmë realizimin e pagave. Shihni këtu në anën tjetër i kemi vetëm të aprovuara, listën e të aprovuarave dhe është e zbrazur. Ndërsa tani, pas gjenerimit të pagave të punëtorëve, paraqitet edhe paneli i pagave të pa aprovuara. Klikojmë në muajin e selektuar këtu dhe do e shohim këtë raport. Gjithashtu çfarë mund të bëjmë është që të klikojmë në këtë butonin, në këtë shigjetën lart për të hapur formën në mënyrë më të mirë. Dhe tani do e shohim të gjitha, domethënë, totalet e pagave për këtë punëtor. Nëse dëshirojmë të shohim detajet e pagave, e shohim kemi 484.019 mi paga, që do me thonë që diçka nuk është në rregull, të klikojmë tek donjeta, e shohim që diçka nuk është në rregull. Atëherë do të kthehemi prapa dhe shkojmë tek gjithë punëtorët. Shkojmë tek donjeta gashi. Shkojmë pagën. Paga bazë është 50. Ja, po e kemi problemin tek bonuset, ku e kemi 56.000. Zgjedhim, mundsojmë ndryshimet. Kjo duhet të jetë 10% dhe jo 1000%, do e ruajmë. E tani kthehemi tek realizatori i pagave. Dhe nëse nuk është e aprovuar një listë e pagave për nëndorin, për shembull, siç e kemi tash, ne mund ta fshijmë këtë, po më një herë të fillojmë realizimin e pagave për nëndor. Do të thonë, pas ndryshimit të punëtorëve, mund të realizojmë pagat e pa aprovuara përsëri. Dhe kjo është qëllimi pse kemi pagat e pa aprovuara, në mënyrë që të bëjmë analizën e pagave të punëtorëve. Klikojmë prap. Tani e shohim që paga e donjetës është ndrejshur në 538,88 €. Gjithashtu, ky është raport interaktiv, kështu që mund të shikojmë
më thellë, do të shikojmë detajet e të hyrave, ku i shohim për shembull totalin e të hyrave, kontributet, ndalesat dhe net pagën e donjetës. Gjithashtu mund të klikojmë tek të hyrat për të parë se prej çka vit përdoren të hyrat e donjetës. Shohim paga bazë që është mujore, 560 euro. Orët shtesë, jashtë orarit, i ka 0 orë, me ratën 4.55, se prapë është 0. Bonuset janë 10%, 56 euro. Sigurimi shëndetësor është 20 euro. Është 0 në fakt. Edhe këtë mund të shkojmë të ndreqim. Ja po, për hir të këtë demonstrimi nuk është me rëndësi. Kjo është për të shkak të disa ndryshimeve që kemi bërë tek politikat e kompanisë. Dhe mund të kthehemi prapa duke selektuar main report, raportin kryesor. Gjithashtu këtu lart e kemi edhe një raport tjetër, lista e deponimeve bankare. Këtu do jeshini të gjitha bankat në të cilat ka shumë për të deponuar në ato banka. Nëse shikojmë raportin, atëherë do e shohim që është draft i pamiratuar dhe është bërë në këtë datë, domethënë me 2 tetor. Bankat është për bankën, për punëtorët të cilët gjenden në bankën kombëtare tregtare, ndërsa do të paguhen nga kjo xhirologari në bankën për biznes. Gjithashtu mund t'i shohim edhe raporte tjera, e shohim këtu që tani jemi tek banka ekonomike dhe shumica e personave janë në bankën ekonomike. Shihni arta dema e ka vetëm 118 euro e 33 cent për të deponuar në këtë bank, që do të thotë që 1% është vendosur është deponuar në këtë bank. Mund ta gjejmë artën në ndonjë bank tjetër, ja ku e kemi artën. Do thonë akonta e saj primare është banka kombëtare tregtare dhe shuma e mbetur është deponuar domethënë në këtë bank. Tani mund të kthehemi dhe të bëjmë ndryshime sipas nevojës. Mirë po, ajo çfarë do bëjmë ne është që do të aprovojmë apo do e miratojmë këtë listë apo këtë listë të pagave, po. Dhe marrim këtë mesazh që pas aprovimit të pagave të gjitha ndryshimet do të bëhen të pamundshme. Pra nëse kemi ndryshime për të bërë, bëhen sa janë të pa aprovuara. Njëherë kur miratohen pagat, atëherë ndryshimet do të bëhen të pamundshme. A dëshironi të aprovoni, do themi po. Dhe ja tani e kemi listën e pagave të aprovuara. Në këtë rast vetëm në dorë 2012. Dhe do e shohim që kjo është emiratuar në këtë datë. Dhe i kemi informatat si që është numri i akontës, numri personali i punëtorit, numri i akontës, si dhe shuma për të deponuar në këtë akont bankare. Shkojmë tek banka ekonomike, do i shohim më shumë punëtor. Ja i kemi listën e punëtorëve. Domethënë për secilin bank, lista e deponimeve është e veçantë. Gjithashtu i kemi informatat e kompanisë e tjera. Tani nëse tek pagat e aprovuara, nëse shkojmë tek zgjedh raportet, mund të zgjedhim edhe flet pagesat e punëtorëve. Dhe ja i shohim të gjitha detajet e punëtorëve në flet pagesat e tyre. Kjo flet pagesë është për Adriatikun. Dhe i shohim të hyrat, total të hyrat, kontributet, dhe kjo është diçka që i jepet punëtorit. Domethënë kjo është flet pagesa e tyre dhe i jepet punëtorit. Mund të selektojmë punëtorë të tjerë në këtë listë. Dhe mund të shohim në detajet e hyrat. Ne mund të selektojmë kontributet, ndalesat. Kështu me radhë, domethënë këto janë flet pagesat e punëtorit. Këto gjithashtu mund të printohen duke klikuar në print report dhe do të hapet printuesi. Anulojmë. Po kjo është si bëhet gjenerimi i pagave. Ajo sa çfarë do bëjmë tani, që do shkojmë
prapa tek politikat e kompanisë, dhe do të themi që në dhjetor të vitit 2012 kompania ka vendosur që të lëshoj bonusin ose pagën e 13. Shkojmë tek nuk është në listë, shtojmë, do themi rroga e 13. Ndërsa mënyrën e llogaritjes, edhe pse mund të selektojmë pagën bazë, ne do e selektojmë bonuset. Do e ruajmë këtë. Shkojmë tek bonuset, në fakt te rroga e 13 dhe e shtojmë në listë. Edhe e selektojmë përqindjen nga paga. Kjo do të jetë shuma e plotë e pagës, domethënë për 100%, dhe do e ruajmë këtë. Nëse kemi zgjedhur metodën e kalkulimit si paga bazë, atëherë do të kishim pas nevojë që të ndryshojmë pagën e secilit personi manualisht. Në këtë mënyrë, nëse selektojmë bonuset dhe themi 100%, në mënyrë automatike do të llogaritet rroga e 13 në bazë të pagës bazë të tyre. Shkojmë tek punëtorët. Dhe për secilin punëtor, tek pagat i mundsojmë ndryshimet dhe vendosim rrogën e 13. Dhe shtojmë. Shojmë 100%, e ruajmë. Shkojmë tek punëtori tjetër. Ndërsa te donjeta, çfarë do bëjmë, është do themi që është larguar nga puna, e do e ndrojmë statusin e saj i larguar. Do e ruajmë këtë. Tani nëse filtrojmë në pasta aktiv, donjeta nuk do të jetë më në listën e pagave. Vazhdojmë tek pagat. Dhe fillojmë realizimin për dhjetor 2012. E shojmë pra emrat e secilit punëtor, paga e të cilit është duke u gjeneruar. Në tani në dhjetor, do e shojmë që donjeta gashi nuk është në listë. Shkoj te listat e deponimeve bankare. Shojmë te gjitha bankat pra, a jemi te shumat. Nëse shkojmë dhe shojmë detajet, Adriatic Loshi, do e shojmë edhe rrogën e 13, që është 100%, 350 euro. Do të thënë sa është edhe paga e bazë e tij. Do e aprovojmë këtë. Shkojmë tek dhjetori 2012. Tek tek pagesat e punëtorit, tek Artan Morina, e shohim që rroga e 13 është 100% 350 euro. Gjithashtu i kemi të gjitha detajet tjera. Kaq sa i përket gjenerimit apo realizimit të pagave të punëtorëve, në videon e ardhshme do të shohim përmbylljen e trajnimit si dhe çfarë mund të prisni në versionin e plot të këtij programi. Faleminderit që na ndaqët, shihemi në trajnimin e ardhshëm.